është që duhet me dallu që Liga parë me Super League mund të flasin sa të dojnë gjona, por diferenca është shumë e madhe. Patjetër. Kjo është Për ata i kemi këto dy ekipe që janë janë në fund tabelës. Prishtina Re në gjirën e saj vjet nuk ka pas futbollist. Nga këto që kanë nejt, nuk kanë pas futbollist që kanë lu Super League. Derisa kanë met 11. Po problemin kryesor që menoj on Prishtina Re e ka pas, sepse ne sa kam qenë në atje, nuk kemi pas shtëpi tonë. Servicim kek, lunim Lipjan, Gjithë mësafir? Gjithë mësafir ke qenë. Edhe oraret t'i vendoske pastaj i zoti shtëpisë që ka pas fushën ku servicin. Ka qenë shumë një problem i madh. Oraret Po aspekti financiar s'ka mungu asnjëherë. Aspekti financiar s'ka mungu asnjëherë. Çdo lloj çdo lloj kërkese që kemi kërkuar te kryesia e klubit na kanë plotësuar. Çdo lloj kërkesë. Atëherë fojti pas kanë Jo, unë kam qenë drejtor edhe pastaj trener. Edhe po e them me plot bindje. Gabim kryesor ka qenë ç'a menoj unë te përzgjedhja e ekipit. Përveç domethënë po janë shumë gjona se futbolli ju e dini është sinxhir. Janë kanë shumë gjona. Shtëpia jo, përzgjedhjen e ekipit loja jo në shpitate, përzgjedhja jo e mirë, edhe plot gjona domethënë që diferenca, viti parë Super League, shumë gjona janë që kanë ndiku te gjitha këto. Edhe pse nga janari Prishtina Re ka marrë lojtar që ka dashur, i ka marrë nën përforcime të reja. Ju ka rregullu fusha qysh në dhjetor që njëna ka qenë gati që të servis fushë vete. Domethënë është nga janari është me shtëpi vete. Lun në Hajvali, ku është shumë e rëndësishme që tifozët vinë aty sepse në Lipjan nuk vinte askush. Kështu që gjitha gjonat edhe pak është problem sepse u bën shumë ndeshje që nuk ishte fitore edhe ishte